në Kosovë, po nuk është bre drejt me votu ata se na e kemi 1 vjet jetë që tu, ata kanë 11 muj në diasporë. Që për shembull kësaj zojës pi thom, hajde sikur qysh e kanë shtete tjera, hajde ti pisu e dije se voton Kosovë. Hajde të voton Kosovë. Për mes me thonë, dëgjo, unë jetoj në Lipjan. I ka 3 vjet, për shembull që një 5-6 kilometra rrugë, kjo qeveri veç i ka hap disa kanale edhe nuk e ndreq rrugën. Unë punoj në QMI. Te QMI, te Prishtina Malli. 2 herë në ditë i bi qëse rrugë. Këta vllazit e motra tonë diaspor nuk i bina se rrugë jeli. Ata kur vinë verës ta bojnë kolonën me 10 kilometra për shkak se një grup atë voglën kanë menal veturën ka dal migara asaj grupe. A unë 2 herë në ditë do të mira. Ati zotniu që shubate amni një Ferizaj që tha, na kur se harrojnë të mirën e diasporës. Është e vërtet që diaspora ka kontribuar dhe kontribuan përsëri. Vllazën e motra, ata kontribuojnë për vete, për familjen e vet. Nuk është që s'kanë dhone si kanë ndihmu dhe tjerëve. E atina zotnijës që i pari që i ke pi ndëgjuzës që u lajmëru, tha unë e njof plot që e marin bukën me veti. Unë e kom 420 euro rrogën edhe unë e vërti burri Ferizojt e marrë bukën pi shpis, pi Lipjanit, ha në punë atje, edhe kthejnë në Lipjan, pse? Mirë ujtë një 50 euro, 70 euro ma shumë për shkak se edhe unë fëmijëve të mi du të mi abli në i banana, në i molla, në i langa. E kuptoj. Zotri, faleminderit shumë për telefonatën, të përshëndes. Kështu që diaspora i ka këtë drejtat e barabarta me neve, po realisht unë nuk mendoj që ish dashur ata me ardhmë me na mësuan neve çysh me jetu këtu. Mirë. Ata në fakt Unë të marr po. Faleminderit shumë, përshëndes shumë. Mirë.